Veçiri një besej që hypë. Bravo, së shëpe kriministër. Njëmë që aty e ka përceve, gjithë shkopin. Faleminderit për këtë mikpritje edhe për zemërt edhe me djelë. Ne dim se klubi futbollistik Lapi ka një tradit të gjatë e cila ka kontribu shumë, jo vetëm për futbollin e sportin Lap, po në mbar Kosovën edhe kombin tonë në përgjithësi. Një klub i themeluar në vitin 1932 dhe i cili në historinë e vetë më të re që e mbajmë mend të gjithë ka dhënë hyje të futbollit sikurse Fadil Vokri e Fabzi Rama, andaj edhe mbështetjen që e bëjmë për Juve është një pjesë e vogël e borxhit të madh që kemi ndaj jush. Faleminderit për frymëzimin që u bëni talenteve të reja që të luajnë futboll, sepse kur ju shohin Juve, provojnë edhe të tjerë. Dhe në këtë stadium jemi të interesuar që gjithçka të përfundojë sa më shpejt. Kanë nisur punimet në vjeshtën e vitit 2023 me afat prej 26 muajsh, kështu që tash është në përfundim e sipër. Kanë ngelur një pjesë e pak të punës, ato kryesorët e më të mëdha tashmë janë përmbyllur dhe me një vlerë të gjithë mbarshme të kontratës prej rreth 955.000 euro, kanë ngelur për pagesë rreth 200.000 euro, por ajo që është e rëndësishme është që në këtë fushë të gjelbër të shohim performanca gjithnjë e më të mira të klubit futbollistik Lapi dhe të futbollit ton në përgjithësi. Ne do të jemi gjithmonë pranë Juve, natyrisht jo në fushë të gjelbër, po në tribuna. Që kam u bë komplet për tribuna, bashkë me ndryqimin pjesën lindore. Kam u bë tribuna lindore. Është një projekt që është definuar 2 milion euro, edhe që është financuar komplet prej Ministrisë së Kulturës, CEPU, edhe një platformë po finalizohet të punë komplet që lidhet me qytetin Kosovë, shumë. Ne kemi Ecco il rosto.
Po më shoh trani drejt. Ai është fotografi. Jemi këtu bashk me kryetarën e komunës, profesor Shpetin Bulliqin, dhe me ministrin në detyrë të kulturës, rinisë dhe sportit Harullah Qekun, si dhe me kolegë të tjerë nga qeveria dhe kuvendi, me rastin e vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e tribinave të lindjes në stadiumin Zair Pajaziti këtu në Lap, ku luan klubi futbollistik Lapi. Klubi futbollistik Lapi ka një traditë të gjatë, është themeluar në vitin 1932, pra edhe pak bëhet 100 vjeç ky klub, dhe ne i kemi shumë borxh për shkak se nga këtu kanë dalur yjet të futbollit, e në historinë tonë më të re që mbajmë mend edhe vetë ne, duhet përmendur Fadil Vokrin e Favzi Ramën. Prandaj, përveç që e kemi obligim, besoj që është tetë e dobishme, sepse investimi në sport, e posaçërisht në futboll, në këtë stadium këtu në Podujev, do të inkurajoj, do të zbuloj e do të ushqej talente të reja, të cilët në vitet në vijim natyrisht që do të ngrisin lartë e më lartë futbollin e vendit ton dhe të sportit në përgjithësi. Siç mund ta shihni, këtu janë 3 tribinat, perëndim, veri dhe jug, dhe vendosja e gurthemelit për tribinat e lindjes praktikisht e kompleton këtë stadium, dhe kur i shtojmë edhe kulmet e ulura që do të jenë rreth rrotull, e gjithashtu edhe ndriçimi sipas standardeve ndërkombëtare, e shndrojnë stadiumin Zair Pajaziti në stadium sipas kritereve të UEFA-s, e që natyrisht do të jetë një shtys më shumë për suksese edhe më të mëdha. Gëzuar e urime klubit futbollistik Lapi dhe të gjithë llapianëve e dashamirësve të futbollit e të sportit. Në si e veçantë që sot bashkë me kryeministrin, zotin Kurti, ministrin e kulturës, në inaugurimin e fillimit të punimeve në ndërtimin e pjesës lindore të stadiumit qytetit, cilin e shfrytëzon klubi futbollistik Lapi, këtu në Podujev, një projekt i cili faktikisht po krijon mundësinë e finalizimit gjithë punëve në këtë stadium, për arsye se tashmë do ta kemi edhe mbulojen në të gjitha anët e stadiumit, dhe është ndriçimi publik që faktikisht është me standardet UEFA-s dhe i plotëson gjitha kriteret e stadiumit të kategorisë 3, dhe besoj me këtë investim që duhet falenderoj në radhë parë kryeministrin Kurti, Ministrinë e Kulturës për financimin e këtij projekti, ne po i përmbyllim punët e përgjithshme brenda stadiumit të qytetit Podujevës, dhe besoj shumë që tashmë edhe ata që do të vinë të shiqojnë ndeshjet e klubit futbollistik Lapi, po edhe ndeshjet tjera që do të kenë mundësi që të luhen brenda këtij stadiumi konform rregullave ndërkombëtare të UEFA-s dhe FIFA-s, besoj që do të kenë kushte jashtëzakonisht përshtatshme. Faleminderit gjithë atyre që janë angazhuar për me mujt që të fillojmë me realizimin e këtij projekti. Po shkojmë deri tek Komisar, se bën një pyetje, organizatat e shoqërisë civile kanë reaguar në lidhje me mos rifikimin e kandidatëve të listës serbe, pavarësisht që do të thotë kanë kaluar pjesën ligjore. Një do të thotë një reagim të tillë kemi pas edhe nga ambasada amerikane, e cila ka quajtur vendosin si përshtat. është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i ndërmjetësisë. Ministri kam përgatitur i tras.
Unë jem bo portier i secilit klub. Në emër të klubit Llopit, gjithmonë do të është respektuar, do të respektohet kryeministri Kurti për punën që ka bërë 4 vjeçare. Bashk do të premtimi që ka për ministri Çeku me kryetarin tonë Shpëtim Bulliçi, mendoj që paralizohet një projekti i madh në trevën tonë të Llopit, edhe gjithë këtë kontribut atribuojna kryeministrit bashkë me ministrin dhe kryetarin. Shpresoj që na të vazhdojna me punë të mira, me zhvillimin e sportit të Kosovës përgjithësi, dhe fal kontributit tyre të 4 vjeçar, mendoj që ka ndryshuar komplet infrastruktura sportive në Kosovë, e cila po merr frytet e veta, edhe falenderoj nga zemra edhe kryeministrin, ministrin dhe kryetarin për një projekt shumë madhor dhe xhigan. Shumë mirë. Hajde be, nuk mundet me hongur kryetarin e klubit. Ordo, kushtrim. Një lodhjem. Dhe s'ka një simbolik i që është 25 në zashmet. Që kjo është e morë. Po, shumë. E kam pa po tem të praktishinë dhe që sigurit atë... Është me kompanisë. Ma shpejt e keni në thitën. Shtë që dhe njëm ka i plejkjanë. 36 muj, a që shaka po për 6 muj? E po tash, edhe jam të kërmohat së time dame. Bake. Bake. Me edhe shme të pa. Sekretora, që fi Luis atje. Bake.
qëtë pishinën gjysmë olimpike. Mirë. Atëherë, mirëdita gjithve dhe faleminderit që po e ndiqni këtë aktivitet tonin të mbikëqyrjes së kryerjes punimeve në pishinën gjysmë olimpike në Podujev. Jemi bashkë me kryetarin e komunës Shpetin Bulliqin dhe me ministrin e Kulturës, Rinisë e Sportit Harullah Qekun, ku e pom një dinamik të jashtëzakonshme. Këtu kemi qenë para më pak se 6 muajve, përkatësisht me datën 16 qershor, kur ishte edhe dita e çlirimit Podujevës, shënohej natyrisht 26 vjetori, dhe ne vëm gurthemelin. E pom që për më pak se 6 muaj është kryer një pjesë e madhe e punës, dhe ajo po vazhdon me intensitet të madh. E falenderoj shumë afrimin e kompanisë Agimi, që duhet ta marrim si shembull jo vetëm këtu në Lap, po gjithandaj nëpër Kosovë, për dinamik të punimeve me rastin e projekteve dhe investimeve kapitale. Do të jenë 2 pishina, siç e shihni edhe ju. Njëra pishinë është 25 metra me 16 metra. Kjo është pishinë gjysmë olimpike, ndërkaq pranë saj do të jetë një pishinë për fëmijët, më e vogël, me dimensione 15 metra me 7 metra. Si përfaqe gjithë mbarshme e këtij projekti është 4555 metra, nga të cilat do t'i kemi podrumin me 1960 metra, gjithashtu dhe kati i parë 1960 metra, ndërkaq pjesa tjetër mbi 600 metra do të jetë podrumi përdhesja dhe kati i parë do të jetë mbi 600 metra. Është shumë e vlefshme, siç e thekson vazhdimisht edhe ministri i Kulturës Harullah Qeku, për lorat mesdhetare ta kemi këtë pishinë gjysmë olimpike, përveç se natyrisht që do të jetë një vend i mirë për rekreacion, për llapjanët dhe jo vetëm për të gjithë ata mysafirët që do të vinë në këtë komunë e në këtë trev. E falenderoj kompaninë Agimi, ministrin Qeku dhe natyrisht kryetarin Bulliqi. Kryeministra, mendon që po bën shteti për sportin apo po bën sporti për shtetin? Besoj që sporti ynë është më i vjetër se shteti ynë. Me qenë se ishim që parë te klubi futbollistik Lapi, i cili i ka mbush 93 vjet, dhe te pavarësia e Kosovës, shtetëndërtimi ynë demokratik ka kontribuar shumë sporti. Tash ne po përpiqemi me krejt çfarë dime mundemi, t'ja lajmë një pjesë të vogël të borxhit madh që kemi ndaj tyre, dhe besoj që këtë po e bëjmë si asnjë qeveri para neve. Sporti është jo vetëm imazh ndërkombëtar, por sporti njëkohësisht është edhe shëndet, sidomos për rinin, dhe atë jo vetëm fizik, por edhe mendor. Prandaj çdo euro e investuar në sport kthehet shumë fish për qytetarët mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju me koranit, realisht është e kanë aponë, por shalet, teksta shka përdu më shpi se është po.
Sa të stadiumi Zar Pajaziti vendosëm gurthemelin për tribunat e lindjes, ku do të ketë ndryqim natyrisht edhe shtim të ulseve dhe kulme për tribinat, ndërka që tek pishina gjysmë olimpike pam se me çfarë intensitetit të lartë po zhvillohen punimet për më pak se 6 muaj për një pishin për gara dhe një tjetër për fëmijë. Këtu jemi tek qendra multifunksionale, e cila vlerën e gjithëmbarshme e ka afër 1 milion euro, ndërka që mbi 80% të pagesave tashmë janë bërë, ndërka që këtu kanë ngelur punët përfundimtare, siç janë tavani, dyshemeja, pastaj fasada, suvatimet, dhe besoj që edhe këtu do të vim së shpejti që ta përrojmë këtë objekt, i cili është shumë rëndësishëm për komunën e Podujevës dhe për aktivitetet kulturore, artistike dhe të tjera për të gjithë llapjanët. Unë falenderoj kryetarin e komunës, ministrin e kulturës dhe punëkryesin për bashkëpunimin që kanë drejt realizimit të këtij qëllimi të përbashkët. Faleminderit sot bashkë me kryeministrin e vendit, po dhe ministrin e kulturës, patëm rastin që edhe të bëjmë perurimin të stadiumit qytetit, po njëkohësisht edhe të vizitojmë 2 projekte të rëndësishme për qytetarët tanë. Tashmë po shihni që jemi në fazën finale të përmbylljes së këtij projekti, ndërsa pam një progres të jashtëzakonshëm të punëve në pishinën gjysmë olimpike. Domethënë tashmë nuk do të jetë në pyetje 36 muajsh siç është kontrata, po shpresojmë që do ta kryejmë brenda 24 muajve, që domethënë është një proces shumë i përshpejtuar që është duke ecur dhe kjo po na gëzon shumë në mënyrë që sa më shpejt pohon të përmbyllim këto projekte të rëndësishme, e disa për të cilat sigurisht kanë nevojë edhe gjatë lojrave mesdhetare që do të organizohen në vendin tonë. Parku Manchesterit.